Pas dhunës brutale që pësoi disa ditë më parë, ish banori i Big Brother Albania dhe gazetari Elton Tozaj është shfaqur për herë të parë publikisht gjatë një interviste. Ai denoncoi se dhuna i erdhi pasi ai publikoi disa video që vërtetonin se një vajzë e njohur e televizionit ishte në lidhje me një personazh të botës së krimit. Ai tregoi se u takua me dy persona që i njihte, por pa e ditur se do të dhunoi. Ai tha se nuk mban mend asgjë, pasi ka humbur ndjenjat nga dhuna. Tashmë rrezikon të humbatë shikimin pasi dhunuesit e kanë goditur në pjesën e fytyrës. Ngjarja ka ndodhur 12 ditë më parë në një emision mëngjesi, ku unë merre me lajme të showbiz, deklarova që një vajzë kishte një lidhje me personazh nga bota e krimit. Kam paraqitur edhe videot. Fill pas kësaj, një ditë më pas, nuk kanë ndaluar kërcënimet për të fshirë videon dhe unë e fshiva videon, por kërcënimet vazhduan. Më thanë, do të tërheq zvar, do të vras. U kontaktova nga dy persona që i njihja, i kisha takuar vetëm një herë, lash takim pa e ditur ç'më priste. Kur i takova, nuk mbaj mend asgjë, përveç dhunës. Përfundova i dhunuar në rrugë, i bërë cop. Humba ndjenjat, do më kenë lënë se kanë menduar se i kisha vdekur. Më goditën vetëm në fytyrë. Njerëzve u kërkoja ndihmë, por askush nuk afroi dhe rinin të tmerruar. Nuk kam bërë denoncim, pres të kem një kontakt nga prokuroria. Kam patur tentativë të bëj denoncim, por më herët e kanë marrë lajmin të denoncuarit se sa prokuroria. Kam frikë për jetën time sepse u dhunova për një lajm. Ndihmën e parë e kam marrë nga dy djem që ishin në këmbë në atë zonë. U kërkova ndihmë për një telefonat dhe ata pastaj më ndihmuan shumë. I falenderoj publikisht. Syti kam të operuar. Nesër do shoh nëse mund të bëhet rikuperim. Nga njëri nuk shoh mirë. Nesër do e kuptoj nëse do ketë rikuperim. Syt kanë hematom, janë komplet të zinj nga brenda, u shpreh ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.